Shumë shpesh fytyrat tona publike, sidomos gjinia femrore, jemi mësuar t'i shohim të kuruara mirë, qoftë edhe në ndonjë dalje të thjeshtë në qytet. Ndërka historia që do ta ndjekim në vazhdim ka të bëjë me prezantuesin e sportit Arbnora Ademaj apo Ishmisin, e cila ditë më parë pësoi një situatë jo shumë të këndshme. Ajo është e përuar. Si është gjendja e saj shëndetësore për momentin, na tregon më së miri materiali nga Vloriana Lilit, të cilin e kemi përcjellur kokë e këmbë. E ndjekim bashkë në vazhdim. Jo gjithmonë paraqitjet e jashtme janë e vërteta asaj se çfarë një personazh ka brenda. Pamja kuruar, buzëqeshja dhe të folurit lirshëm shpesh mund të na gënjejnë edhe me veten, sepse nuk e dim se për çfarë do të na surprizojë organizmi jonë në një moment të caktuar. Mos të harrojmë që shëndeti është primar dhe shumica nga ne i injorojmë simptomat e para që mundohen të na lajmërojnë për ndonjë sëmundje në të ardhmen. E pikërisht kjo i ndodhi edhe Ishmisit Arbnora Ademaj. Pse jo, ne të mos ju sjellim nga afër edhe pjesën tjetër të medaljes të një personazhi publik në momentet vështira. Ekipa jonë, me të kuptuar që ajo ishte shtrinë në spital privat, mori rrugën duke shpresuar që do të kemi akses për zgjeruar procedurat dhe gjendjen e prezantueses. Pas disa kërkesave tona të njëpasnjëshme, drejtuar familjarëve të Arbnorës, morëm lejen të xhirojmë nga larg prezantuesen, e cila tashmë kishte marrë anestezionin dhe po bëhej gati për të dërguar në sallën e operacionit. Të drejtën për mu ka qenë shumë e pasishme fakti që kanë qenë kamerat aty edhe që lajmi është shpërndarë mas të madhe. Ka qenë nështë prapë komendu ka qenë mirë për një sensibilizim të opinionit që dhimbta apo simptomave mi ndajt me kohë afër jo në momentin kur gjërat bëhen shumë tranta. Të hënën rreth orës 3 mëngjesit, kishin filluar edhe dhimbjet e pakontrolluara në fundin e stomakut të prezantuesës që detyruan atë të drejtohej për në urgjencën e kryeqytetit që i bëhej qarja. E gjitha që mori ishim disa qetësues dhe kaq. Pas mikimeve të para, ajo u dërguar në një spital privat për kurim të më tutjeshëm, duke u zbuluar edhe shkaktari i dhimbjes, i cili doli të jetë ëntja e zorrës qore, që ishte në prag të shpërthimit. E po të ndodhte ajo, kurimi do të ishte shumë e ngadalt, e ndoshta nuk do të ishte fare. Jo dur çfarë po. Këshira, Nora, ha qeli syt Nora bën mo. Pasi që zorra qore po shpërtheu, liron një lloj helmi që mund të shkaktojë sepsën apo helmimin e gjakut. Prandaj, për Ademaj, minutat ishin të mëdhenj për të futur në sallë. Simptomat e parë unë i kam rreth 1 vit që në fitën dhe zorës qorë, edhe kom pas kontrol, pikrisht një të spital, vjetë, edhe më ka thonë që është mirë më operu, mos me shty shumë. Okej, kom thonë, a muj me shty, po muj me shty, dhe kom shty rreth 1 vjetë, të ashtë logarete, edhe momenti kur mu më kanë kap dhimbje rreth 3 ora i natës, ka qenë edhe i kom shty prap deri në 6 mëngjes, deri kur s'kom mujt më jem bloku, edhe nga dhimbjet e mëdhaja, e kom thirrë shoqen time Donën dhe i kom thonë, a mundesh më më tërgu se jem të vdek. Kemi marrë infuzion prapë infuzioni, mu kanë qetësu pak dhimbje, prapë kom kërku nga doktori, masi që jem veç është ka qenë kërkesa e doktorit që unë më operu, pa tjetër. Operacioni zgjati me të gjitha procedurat rreth 35 minuta. Pas operimit, Adema po shoqërohej për në dhomën ku do të trajtohej edhe 2 ditë të tjera, pas që dhimbjet ishin shumë të mëdha. Kësaj ju kanë përsërit dhimbje disa herë. Edhe një herë përpara kam vizitu, ka pas të dhimbje dhe kjo është një formë kronike e cila përsëritet herë pas herë, por këtë herë ishte veç ka fillon më akutizu dhe problemi do të bëhej më i madh po të mos intervenoj. Gjatë procedurës zakonisht le të kemi shku, operacioni punë operative kështu efektive një 15 minuta. Mirë, po janë punë teknike të cilat përgatitet derisa të fillon trajtimi. Fatmirësisht, gjithçka u krye me sukses. Shërim të shpejt për Arbnora Ademaj. Faleminderit shumë edhe një herë, duhet falenderu gjithë ata njerëz që kanë qenë pranishëm me mua. Gjithë ata njerëz që kanë dashur qetësim me mua, duhet falenderu familjen time, shoqërinë time që ka qenë shumë pranë meje. Duhet falenderu gjithë ata njerëz që kanë dashur qetësim përmes prives, lojami është bërë jashtëzakonisht i madh dhe komarrëse nisa pafund, thirrje, telefonata pafund. Gjë që me tonë drejtën, ndoshta ka rani diçka, por që mu më ka jep me kuptu dhe me vlerësu që kam shumë njerëz rreth vetes, që jam shumë e lumtur me fat edhe një dashamirësi aq të madhe të njerëzve. Ndoshta në rastet e tilla do dëshmojnë njerëz kush janë ata që janë pranë teje, kështu që du mi falenderu sinqerisht shumë ata njerëz.
Prive.